Për zote nuk e kom pas njetë pa Albin Kurti më shtytje. Po më në evaluajmë, po njëse me na shkatru botën e biznesit. Edhe u desh pa tjetër me ndërhy, me fillu edhe me bo një ndryshim bashk me Bedri Hamzën. Se filloj me shkatru Kosovën, filloj me ngulfat Kosovën. A na ka thonë Albini 2 jetonën? A na ka thonë? Pse po blenë rrymë Serbi? Pse po blenë rrymë Serbi të Vukamovici? Për çka? Ku ka po Albini mi shkatru, so në Ferizaj të kam shetë biznesin me 4500 punëtor, shere rrymës. 4500 familje në vend se mi shtin punë, mi subvencionu qeveria, mi shtin funa i del shpërndon social. 4500 familje ty të kanë hecë, kanë pos kredi, kanë pos obligime, kanë pos ngarkesa, kanë pos obligime ndaj shoqënisë. Jo zgjolla pikërisht Bedri Hamzën sepse është njëri më i mençëm edhe më i miri mundshëm i Kosovës. Ky ka shkatru bizneset, të ja shtrejtu rrymën, pa planifikim, bizneset kanë marrë kredi për me zhvillu biznesin e vetë, punëtorët e ty nuk kanë marrë kredi, në vend se me mendu për mja rritë rrugën punëtorëve, në vend se me mendu mja kriju një ambient më të mirë punëtorëve për me punu, në vend se me mendu me pas një jetë më të letë edhe më të mirë punëtorët tonë, mos me na ardhë me më rola në punë, mos me na ardhë me nervozë në punë, se mund me pas edhe nej smundje në shpit vetë, mund me pas edhe vetë me konë smut. Ata neve na vinë me nervoz, na vinë me probleme, me lloj probleme shere Albin Kurtit. Ta kanë shtrejtu rrymën, tu kanë shtrejtu qirajat, pe qirajat tu kanë shtrejtu çdo produkt. Si ato elementarë për të shqyer, si ato shëndetësore. Ku kanë me marrë njerëzit, rrogat nuk mund me të rritë me fletëru në ajrë me njerë, bizneset falimentojnë, sa biznese i kam shel deri që tash. Sa, janë me qindra që jenë të mbyllë, tatimin ta ka shtrejtuën për një dhollë lëmosh njerëzve. Nuk është kjo në rregull. Kjo është të merë për bizneset. Po, sigurimet kena mi bo obligative. E kam edhe zyrën time ligjore në Londër të kompanive të bizneseve të mia që i kam jashtë, që kanë me prezentu një plan Bedri Hamzës për këtë punë, dhe do t'jenë obligative që mu pagu sigurimet shëndetësore. Kur gjenë ko, vendas të mi, shqiptarët e mi të Kosovës, me pagu lëllë qefi, kanë me pagu edhe 20 euro minimumi për sigurime shëndetësore. Sos mundit kancerit i kena. Sos mundit kancerit i kena. Edhe pikërisht në qeverisjen e këti mashtrusi, këti hipokriti, në erdhën peshqit kancerogen. Edhe bëshin hajgore dhe thuse kem ish i vicit me revlohe peshkin. Nuk vlohet peshki. Peshki vetëm skuqet. Këta janë krejt, nuk u di qa me thonë. Janë njerëz që nuk e dojnë venin. Po, përveç kësaj një ndër pikat kryesore është se punëtorët kur mbesin pa punë, edhe këto kur mbesin pa punë krejt ndodhë për shkak të politikave të pasigurta dhe jo të mira zhvillimore të vendit, qeverisjes. Ata nuk janë rast sociale. Shteti duhet me subvencionu me 70% të pagës të fundit që e ka marrë për 6 muaj ose 1 vjet deri ta gjenë një vend punës tjetër dikun. Dhe në planin tim, që do të jetë edhe plan të Bedri Hamza, është që do ta bëjmë edhe këtë rregullim se jo me pas bizneset stabilitet dhe siguri. Por Albin Kurti që që ngon statistikat, a i din? Që ngon statistikat. Na kena pas prodhim më shumë se blemje. Sot është e kundërta. Pse? Pse? Se Albin Kurti i ka detyru me mbyllë. Po kena me pas në bështetë se mja siguru të paktën çmimin prodhus, mja siguru shitjen, me borë rregullimin e tregut, rregullimin e shitjes, jo me të ardhë me çmime dumping, ty me ta dëmtu prodhimin vendor. Tani valla po dalin rinia jashtë, normal që dalin jashtë. Normal që dalin jashtë. Sa punëtor i ka largu Albin Kurti si vjet prej Kosovës? Sa po të kena ullë pa punësien, nuk e ke ullë pa punësien, po ty 45.000 punëtorë të ka nikë për Kosovës. Të ka nikë për shkak pas sigurijës në punë, se bizneset janë detyru me largu se s'kan pas punë. Punën e parë që do t'a bëj që besoj shumë që do t'jem aty, hajnien në rrymë komendal, që më zbrit të në çmimet, se kur t'nale të zbritet të rryma të kthejet në pikën 0 ku ka qenë, do të zbritën të në shmimet, si në shqem, si në vesh mbathja, si në që të shka. Hala faturat të rrymës nuk e ndalë këtë muj. A e dini pse? A e dini pse, jo. 3 ditë që ta vënën faturën në rrymës, të kalën për 800 kW. Se të kalën për 800 kW, të faturës kime pagu njëjtë mo. Kime pagu me shtrejtim. Ka me rinegociu marrëveshjen me Kontër Globalin,
edhe me të gjithë investitorë tjerë të cilët kanë qenë të gatshëm me investu në Kosovë, që janë rreth 800 milion investime, që Albin Kurti ka largu, se s'ka mujt me gjithë hisetarë aty. Ato kam i ftu të gjithë ato biznese prap, sepse i kam të dhënat e secilit biznes, nuk më intereson as çfarë bindje kanë, po kam i kthy edhe marrë me investu të na që rrymë na me pas shumë lirë. Dhe pjesa tjetër, për mja kthy shpresën edhe jetën këtij venit janë aktivitetet për të ri. Na sot na ka rarë nia në depresion. Na ka rarë nia në depresion, tu i thonë Albini hajna, 6 vjeca jarës të jasë një hajnë. U bo vetë super hajnë, tu vjen në rrymë, tu vjen gjithë shka. Cilën aktivitet e ka bo për rini. Me ardhen ti me aty, në qeveri, të Bedri Hamza, aktivitetet për rini do t'jenë jo 1 mujor, për 12 mujore. 12 mujore. Nuk kena me pas veç Dua Lipën, që kena me një Sunny Hill, po kena mja mundësu me ardhë dhe Rita Orës, me pas një event vetin, edhe Beberegjës një event vetin, edhe aktorëve tjerë të cilët i kemë në për Evropën, në për botë, se cilin muj me pas nga një event. Me mbush qytetet me njerëz, me turista.